në teritorin e veriut të Kosovës, nga njëherë nuk po janë edhe as të sigurta me që vetë ata që po tentojnë të kalojnë në këto rrugë tranzit në mënyrë ilegale, po psojnë nga njëherë nga zëngat në mesvete. Bëhet fjalë për një grup të dyshuar prej 7 sirianësh, të cilët besohet se ishin duke kaluar nëpërmjet komunës së Leposaviqit, më saktësisht në fshatin Kurshkutic, kur u kapën në një zëng ndërmjet vete dhe 2 prej tyre përfunduan të therrur me thikë dhe të lënduar në masë serioze. Njëri nga personat e therrur ka pasur plagë serioze të cilat u detyrua që për trajtim të bartej nga spitali i Mitrovicës së Veriut, fillimisht në spitalin rajonal të Mitrovicës së Jugut e pastaj për në QKUK për të pritur trajtimin e kirurgjisë torakale aty ku pra pritet të bëhet edhe një intervenim për të, me që plagët që ka ishin më serioze se sa të një personi tjetër i cili është i moshës 40 vjeçare, i cili u gjet në oborrin e një shtëpie në veri të Kosovës, më saktësisht në fshatin Kurshkutic të Leposaviqit, nga 2 gra të cilat e gjetën atë në oborrin e shtëpisë së tyre, me rast edhe lajmuan me njëherë policinë, e njëjti u bart për trajtim po ashtu në spitalin e Mitrovicës së Veriut e prej aty drejt spitalit të Mitrovicës së Jugut. Pra 2 persona të lënduar, njëri i moshës 27 vjeçare, njëri i moshës 40 vjeçare, ndërsa dorasit të cilët e vepruan këtë vepër, dyshohet se ikën në drejtim të Serbisë nëpërmjet rrugëve ilegale. Janë dhe ata sirian, Urall është raportuar për komsinë e tyre? Dyshimet e para janë se janë sirian, pra ka qenë një grup prej 7 personash, e në mesin e tyre dhe këta 2 persona të cilët pra kanë psuar nga zënka që është shkaktuar në mes tyre. Gjithashtu sipas dyshimeve fillestare, me që ende nuk është konfirmuar si informacion zyrtar nga ana e policisë së Kosovës, mirë po në këtë pistë hetimesh ndodhet edhe policia dhe po kryen hetimet e duhura në lidhje me situatën. Gjithsesi rasti është cilësuar si vrasje në tentativë, me që pra plagët kanë qenë goxha serioze dhe ka mundur të shkaktojnë edhe vdekjen e 2 personave të involuar. Ani pse njëri nga këta persona nuk është gjetur në fshatin Kurshkutic, por është gjetur nga ekipet policore në afërsi të pikës së Jarinjes, atje ku pra ndodhej goxha larg prej vendit fillestar ku është gjetur personi 40 vjeçar. Duket se zënka pra nuk ka qenë vetëm në një vend, por ka vazhduar edhe më tutje ku ka psuar edhe një person i dytë. Meqenëse të dy janë gjetur në lokasione të ndryshme. Urall, diçka tjetër rreth temës tjetër, çështjes së betimit të kryetarit të komunës së Mitrovicës. A ka mundësi me dështu sot seanca për shkak që nuk është zbatu kërkesa e një asambleisti për çështjen e orarit për shkak të kohës së xumas? Nuk e besoj se do dështoj enes, me që pra është ceremonia e betimit solemn dhe tashmë të gjithë kanë marrë ftesat për të betuar, dje janë shpërndar ftesat për të gjithë asamblejistët të cilët pritet të jenë të pranishëm sot në qendrën e kulturës Recep Mitrovica, me që lokacioni fillestar ishte parapart jetë solla ku vendit komunal të Mitrovicës, por me gjasë për shkak të numrit të madh të ftuarve dhe mysafirëve që do vinë nga jashtë për ta përcjellë këtë ceremoni, ngjarja është vendosur në qendrën e kulturës Recep Mitrovica, e ku pritet marrin të gjithë asamblejës. Por a ka asamblejës që janë deklaruar që nuk marrin pjesë për shkak të xumas? Ka pasur reagim nga një asamblejës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili ka thënë se koha e betimit përkon me kohën e xumas, por në Mitrovicë falet edhe xumaja e dytë, e cila falet në ora 1. Andaj besoj se do e gjejnë hapësirën e zëvendësimit kohor të gjithë asamblejistët që s'do e kenë mundësi të ndodhen në xuman e parë, besoj se do e zënë xuman e dytë, ata pra që janë besimtarë dhe falin namazin, do kenë mundësinë të shkojnë dhe ta përmbushin këtë obligim fetar të tyre edhe në kohën e xumas së dytë, ndërsa gjithçka duket gati për sot. Faton Peci dje dorëzojnë detyrën e ministrit të bujqësisë në detyrë drejt një personi tjetër për ta zaventësuar në mënyrë që sot të jetë i lirë ta bëjë betimin e kryetarit si kryetar legjitim i komunës së Mitrovicës, i zgjedhur pas balotazhit të zgjedhjeve që u mbajtën këtu në Mitrovicë. Mirë, të faleminderit shumë Urall për këto informacione që na i solle. Takojmë përsëri të hënën. Ju falenderoj edhe juve, po që një vikend bukur. Pas komunës së